Analisti politik Cevdet Pozhari ka komentuar qëndrimin e presidentes Vjosa Osmani dhe raportet e saj me qeverinë Kurti. Sipas tij, presidentja Osmani është me qeverinë derisa si rrezikohet posti, ndërsa thotë se kur ndjen rrezik e thekson pro-amerikanizmin. Vjosa Osmani është me qeverinë vetëm derisa nuk i rrezikohet posti. Në momentin që e ndjen rrezikun për postën e presidentes, atëherë fillon edhe e thekson pro-amerikanizmin, tha ai në emisionin Këndi i debatit. Sipas tij, raportet e presidentes me qeverinë sa i përket çështjes së vendosjes së tarifave të SBA-s ndaj Kosovës nuk ishte dashur të diskutohen në opinion. Partia akuzon në këtë situatë është duke e parë më me racionalitet, është një temë e stisur që nëse pat nevojë të dalë në publik, sepse besoj që dhe kanë aq raporte për të komunikuar pavarësisht dallimeve që kanë. Pra tregohet më e matur nga që nuk e konsideron që vlen të diskutohet më shumë në opinion, deklaroi ai.